Mirë se keni ardhur, përshëndetje të gjithëve. Është kënaqësia jonë si keni ardhur këtu te na vizitoni. Ju falenderoj shumë. Unë jam drejtori i shkollës Bezjet Kastrati. Kjo është shkolla Shaban Bulluzha, heroi kombëtar shqiptar. Po është kënaqësia ime shumë e madhe për vizitën e ju këtu tek ne. Ju falenderoj. Наши директори Безjet Kastrati, директор школы Shaban Bulluzha Narodna Fedoja, predsjednik dobrodošlicu svima vama i kažem i da se zahvalim i našim domaćinima, a i vama što ste nas primili i što ste nam učinili čast da budemo danas u ovoj školi. Vani përshëndetje, ju selam, ju falenderoj që e keni mundësuar të trasit janë musafir të shkollës që ju. Prije nego smo došli ovdje, posjetili smo memorijalni centar Adem Ješavi, proučili smo Fatihu, tim šehidima, obišli smo porodičnu kuću gdje smo vidjeli u stvari kako je izgledala ta borba protiv srpskih agresora. Para se vim këtu në ishte në kompleksin memorial në Prekras, vizituam kompleksin memorial, vizituam familjen e dëshmorëve edhe komandantë. Posebno u ovom Zrečkom kraju uvijek postojali hrabri ljudi koji nisu žalili život da daju za slobodu sebe i svog naroda. Kemi mbresa të forta, domethënë me rejtit e kësaj vizite dhe e vërtetuam dhe e pam që në Kosovë, posaçërisht në këtë pjesë të Kosovës në Drenicë, ka pas njerëz cilëve nuk e kanë dhënë jetat e tyre për lirinë e vet dhe popullin e vet. Kombëtar bosnjak, të cilin këta prezantojnë sot, edhe kur në kryetaria, zonja Vasia Lusina. Ja sam Ahmedin Shkrije, generalni sekretar Bošnjačkog nacionalnog vijeća. Unë jam Ahmedin Shkrije, sekretari general i Këshillit Kombëtar Bosnjak. Ono čime se mi bavimo jeste da prije svega obezbedimo ostvarivanje osnovnih ljudskih prava Bošnjaka u državi u kojoj žive i da obezbedimo autonomiju za Sandžak. Ajo me çka ne merremi faleminderisht është lufta për drejtat elementare njerëzore bosnjakëve në shtetin ku na jetojmë për momentin dhe për autonominë e Sandžakut. A došli smo i ovdje da pokupimo neka iskustva i da možda promijenimo i metod kojim to radimo, sigurno se da smo došli na pravo mjesto. Erdhëm këtu edhe që të marrim disa përvoja nga këtu, të shkëmbejmë disa përvoja, ndoshta edhe të ndrojmë disa nga mënyrat e punës sonë dhe jam i sigurt që kemi ardhur në vendin e duhur. I svi zajedno idemo ka Evropi i to otvara prilike da sarađujemo u svim oblastima, a naročito u oblasti obrazovanja. Të gjithë së bashku jemi të shkuar drejt Evropës dhe ajo na hap mundësi që të bashkëpunojmë në gjitha fushat, posaçërisht në fushën e arsimit të edukimit. Jedna od stvari za koju se mi zalažemo jeste da se u Srbiji promijene nastavni planovi i programi i da bošnjačka deca u školama uče ko je hteo da ih ubije, a ko ih je branio od toga. Një nga gjërat të cilat na angazhohen dhe luftojmë është që të ndrohen dhe të përgjigjojnë planet mësimore në Serbi, në mënyrë që të mësohet fëmijëve bosnjak që të mësojnë se kush ka dashur të vrasë, kush i ka sulmuar dhe kush i ka mbrojtur. Ima otpora, međutim mi od toga ne odustajemo. Ka kundërshtime në këtë punë, por ne nuk çojmë dorë nga këtë punë jona. Hvala vam još jednom na ovom toplom i srdačnom prijemu i meni lično, a smatram i profesorici Gusinac, je velika čast što smo danas ovdje. Faleminderit edhe një herë për këtë flisje të ngrohtë. Mua personalisht jam sigurt që edhe profesoreshës Gusinac është nder i madh që jemi sot këtu. I nadamo se da ćemo još puno puta dolaziti i da ćemo svaki sljedeći naš dolazak znači saradnju na nekim projektima koji su od značaja i za vas ovdje, i za ovu školu, ali i za Bošnjake, Sandžak i školu u Sandžaku. Shpresoj që do të vijmë edhe shumë herë dhe seksion e vizitë e ardhshme të ketë ndonjë projekt konkret dhe një rezultat konkret për shkollën juve dhe për shkollat tona në Sandžak. Faleminderit shumë. Hvala puno. Ju një predsjednik për gjithmonë për projekte edhe për da nije pružen otpor tako zajednički snagama četnicima koji su bili planirali da naprave masakr i pokoj
40 godina u Novom Pazaru. Samo Prezime položaje, uvijek emocija i pozitivna energija za sve Pazarci i za Sandžak. Domethënë edhe profesoresha ka ndërruar vendin personal për pritjen e ngrohtë dhe është shumë e nderuar që është këtu në një vend shumë të respektuar nga njerëzit në Novi Pazar, që mban emrin e një heroj aq të madh të cilin ai e quajnë heroi i yli, domethënë edhe heroi i tyre, i cili dha aq shumë për mbrojtjen e Novi Pazarit dhe rrethinës së popullit atje. Kao što mlada generacija, direktori, nadamo se, kako i Ahmedin istakao, da će ti programi Europske unije i prekogranične saradnje omogućiti mnogo još projekata i još uvijek Srbija ima mnogo toga da popravi u odnosima i da na kraju krajeva omogući da i mi slobodno možemo da kažemo ko nas je branio, ko nas je napadao, ko je hteo da nas pokolja, ko je stupio u odbranu civila i nedužnih ljudi. Shpresoj që gjenerata të reja do të bëjnë më shumë në këtë fushë, dhe shpresoj, siç e përmendi dhe Ahmedini, që bashkëpunimet dhe afrimi i Evropës do t'i hapë kufi, por dhe Serbia duhet dhe shumë më shumë të bëjë në mënyrë që të afrohet standardet evropiane dhe që të mundësohet edhe popullit dhe mësimit, domethënë në Novi Pazar, që të shpjegojnë se kush ka sulmuar, kush ka mbrojtur popullatën e Sandžakut përgjithësi, po saqë Novi Pazarit. Faleminderit shumë sërish. Prenesem selam i veliku podršku i pozdrave od predsjednika Vijeća doktora Sulejmana. Domethënë i përcjell domethënë selamet dhe përshëndetjen nga kryetari i Këshillit Kombëtar të Sandžakut, nga doktor Sulejman Ulanini, ja u përcjell përshëndetjen dhe selamet. Por edhe me këtë vizitë të cilën e realizuam sot, është ndjenje veçantë, se pas sa viteve dhe sa kohë është kaluar, që musafirët nga Sandžaku nuk kanë pas rastin ta vizitojnë Bolluzhën, edhe pse ata, siç thanë edhe vetë, kanë respekt madh. Kështu që ne ndihem shumë të lumtur që sot arritëm me iniciativën tonë që të realizohet kjo vizitë dhe shpresojmë të vazhdojmë edhe me vizitat e ardhshme edhe në vende të tjera. Kështu që ju falenderoj për pritjen. Merci. Отличница. Nemoj. Jeste, 21. 22. februara. Ali nešto kad je ono... Te Novi Pazari, i enorme po. Ovo je sin, što vam polože? O, koji je buri fort? Se, vidiš. Ajde, čuši. Assalamu alaikum.
Në Ramazan Bush. Qysh je? A je më mirë, e shosh. Që zot. Gjema ju e dini, këta janë këshillit kombëtar Bosnjak Sanxhakut. Ahmedin Shkreli është sekretar general, profesoresha është nënkryetare, Vasia Businas është nënkryetare e këshillit kombëtar Bosnjak, kanë pas dëshirë me ardhë. Edhe me bani homash të varët, edhe me papa se në Ramadan sa është gjallë, ku ka qenë iniciative jonja, kishmi qe pak mungut, e di që pak shpejt e kemi boket, por këta kanë shpejt dëshirë, edhe unë ju falenderohem dhe ne mend ju që sot janë këtu, për ne është kënaqësi e madhe, me vërtet është diçka që na as që kemi andru. Jo, ku më di çfarë kohë, po as para një viti, as para 2 vite, se kemi menduar që të di ky moment, por ja që me një angazhim përbashkët edhe tyre, edhe gatishmërinë e tyre me bashkëpunu me neve, sot janë këtu. Kështu që kjo është një kënaqësi e veçantë edhe për këta, po edhe për juve, sigurisht po ne që kemi marrë këtë iniciativë, kjo është diçka e mrekullueshme. Unë ju falenderoj për mikpritje. Kjo është fati ju, vetëm një thashtë folje, thashtë si shkurt, fati ju se i keni gjetë bashkë djalin e Shabanit gjallë. Po kjo është u arritë vetëm vullneti ju, edhe vetëm Zoti e din çysh keni ardhur deri këtu, edhe keni gjetë vetëm një djalë gjallë. Edhe u tonë komplet. Zahvaljujem puno, że ona prvo koleno Shaban Poluzhe, Miza Ramadana, oni su mnogo. I cili vetëmi i që i ka përjetu të gjitha sakrificat, të gjitha mundin që i ka bo me babën e vetë, ka përjetu vrasin e babës vetë, edhe deri te varrosja, ta shetini ju, unë nuk po hi edhe fell të historisë, por i cili vetëmi është si në trupin e babës vetë, e ka përcjell deri te varrosja e tij, apo mshefja e trupit të tij, i cili ka thënë si trupi im kur e përjet, ja kalosi amanet, mos me prek dora armikut. Kita amanet ja kalon djalit të vetë. Edhe ky me mundësitë e veta, me sakrificën e vetë dhe mundin e vetë, ka mundu edhe ka bo atë që aja kalon amanet baba i vetë. On je bio Ga gjolluj, po. Šta se mu kujtu mu. Se i ka Shaban Poluzhe je stavio amanet njemu, jedinom sinu koji je bio pored njega, kad je umro da ne padne u ruke neprijatelja. I on tako sa svojim rođacima baci ga u reku, da ne bi pao u ruke. Pa danas imamo posebnu čast da smo došli u posjetu porodici čiji je, tako da kažem, osnivač i glava porodice rahmetli Šaban Poluzha učinio sve da Bošnjaci u Novom Pazaru i Sandžaku budu sačuvani od pokolja koji su planirali četnici Draže Mihajlović. Sot po thotë kemi ndjenë veçantë që në familjen e Shaban Poluzhës, familja e cila pra ka mbrojt me dignitet në Pazar dhe popullin bošnjak për shfarosin nga banda četnike. I posebna je čast što imamo priliku da sedimo u istoj prostoriji sa direktnim potomcima rahmetli Šabana Poluzhe, sa njegovim sinom, sa njegovim unucima i drugim potomcima. Dhe është ndjerë veçantë që ne sot kemi mundësi të rrim, pra në një dhomë, në një shtëpi të pasardhës të tij, me pasardhës të tij direkt me djalin e Shaban Poluzhës, pra i cili sigurisht ka qenë një nga ata që e ka shpëtuar atë popull atje. Naša posjeta znači da mi to dobro koje nam je učinjeno nismo zaboravili. Vizita jonë do më thonë është ajo që atë mirë që ne ka bërë Shaban Poluzha, ne nuk e kemi harruar. Da ćemo se truditi da i u našem potomstvu sećanje na to bude očuvano.
dhe të përpisim që të pasardhët tonë t'ja ulon këtë kujtim, që dhe ata ta ruajnë. I da na temeljima toga gradimo još bolje odnose između bratskih naroda Bošnjaka i Albanaca. Që në kuadër të kësaj të ndërtojnë pra marrëdhëniet e mira në mes të Bosnjakëve dhe shqiptarëve. I Sandžaka i Kosova. Edhe Sandžaku të Kosovës. Mi smo i ko narodi povezani rodbinskim vezama. Ne jemi si popull të lidhur pra familjarisht. To čuvamo i negujemo. Atë e ruajmë dhe e kalisim. Ali i ovako velike ličnosti ko što je Rahmetli Šaban Poluža. Po fytyrat më dha, si që ka qenë pra personalitetet dhe si ka qenë Šaban Poluža, nas dodatno spajaju. Ne më shumë se shtesë na bashkojnë. I grade jače i čvršće veze i odnose među nama. Dhe i forcojnë dhe ndërtojnë marrëdhëniet më të mëdha mes nesh. Zato i naš dolazak ovdje na Kosovu, u Drenicu i u Polužu. Dhe ardhja jonë në Kosovë dhe në Drenicë dhe në Polužë jeste pružena ruka Bošnjaka është shirja dorës e Bošnjakëve i Sandžaka dhe Sandžakut da zajedno sa Albancima i sa Kosovom gradimo bolju budućnost. Që së bashku me shqiptarët dhe Kosovës të ndërtojmë ardhmëri më të mirë. Ne zaboravljajući zajedništvo i solidarnost koju su naši preci imali jedni sa drugima i prema drugima. Pa harruar pra solidaritetin e të parëve tanë që ka pas ndaj tjerëve edhe ndaj shqiptarëve, vëllai. Jer zbog tih njihovih odnosa mi smo danas živi. Për shkak të marrëdhënieve të tyre të asaj kohe ne jemi gjallë. I uživamo u blagodatima i života i slobode, a posebno Albanci na Kosovu. Dhe jetojmë në qafë e blagodati, sërbërisht. Mirëqenje. Ha? Mirëqenje. Dhe mirëqenje së asaj kohe, edhe sot jemi gjallë ne që jemi dhe frymojmë bashkë. Ponijet ćemo odavde sigurno jedna osjećanja ko ja bar dosad nisam mogao da osetim. Nga këtu, pra, do të bartim ndjenjat apo kujtimet që deri në tash se kanë përjetuar. Kad smo dolazili ovamo, pa razgovaram s njim drugarom koji je malo stariji od mene i pričamo gdje ćemo da idemo i kad mu ja kažem gdje, kaže pa vi idete na mali hadž. Kur kemi filluar që dim kënena, kam bisluar thot me shoktimin i ka treguar se ku po shkojnë për çfarë po shkojnë, ai ka thënë se vi po shkojnë në haxhllak vogël. Pa da nam Allah svima to ukabuli i da stvarno to bude tako. Zoti na po kabul gjithë dhe inshallah ashtu është. Pa idemo sad Veoma mi je drago da sa mladim kolegom učinimo današnjom posjetom naše veze još bližim. Moj kolega i ja smo danas došli, Ahmedin Škrijelj, da posjetimo ovu porodicu, naročito iz tih osjećanja, da iskažemo eto i na ovaj način neku veliku zahvalnost i raduje me da smo ovdje, da možemo da se sretnemo sa ovim potomcima i da prenesem da svi u Novom Pazaru i Sandžaku, i ja sam porasla i drago mi je što ova mlađa generacija, moj kolega Ahmedin neguje i prenosit će ova osjećanja i znanja o tome da je Šaban Rahmetli Poluža učinio mnogo za Sandžak u onoj odbrani i da mi to nikad nećemo da zaboravimo, da ta su živa osjećanja i da je to dobar osnov da gradimo naše inače bliske veze i geografske i historijske i kulturne sa Albancima na Kosovu. Mnogo sam emotivno kroz čitavo moje detinjstvo je to ime, iako je zvanična istorija to odbacila, moja porodica je to negovala i oni su, moj Rahmetli ded je imao veze, poznavao je Šabana i Polužu, ima je prilike da se sreta, tako da sam ja i emotivno vezana za svu tu istoriju i tradiciju koju želim da ova mladi naraštaj nastavi da ima i kulturne i svake druge veze i saradnju, jer naslanjamo se jedni na druge, kao što sam rekla, tu bliskost i to zajedništvo treba da učinimo na dobrobit naših građana i Kosova i Sandžaka.
Za mene i kao čovjeka i kao književnika ovaj dan ima neizmjernu vrijednost iz razloga što po prvi put sam u prilici da dođem u Drnicu, po prvi put sam u prilici da vidim potomka sina Šabana Poluže i njegove potomke. Tu istoriju mi itekako dobro znamo. Ona nije sačuvana samo u našim predanjima, nego je sačuvana i kao pisana istorija. Ime Šabana Poluža je sačuvano u dijelima našeg istoričara, doktora istorije Arna Crnovršina, i svaki pojedinac u bilo kojem kraju Sandžaka kad čuje ime Šabana Poluže, on ga čuje i izgovara sa poštovanjem. I ja kao književnik sam dužan da prenesem budućim generacijama moje utiske današnjeg dolaska i mojih prethodnih dolazaka na Kosovu, gdje sam kao književnik izuzetno prihvaćen. Ja mogu samo da se zahvalim mom prijatelju Aligaciju koji je bio inicijator i mog današnjeg dolaska. A moja obaveza da napišem jedan zapis o svemu ovome i da ostavim među svojim rukopisima. Hvala. Është ndjenjë veçantë dhe krenari njëkohësisht dhe diçka që nuk duhet më falas si shqiptari, vizita e jonë sot, rrëimja personale dhe familjen e Shaban Polushës dhe konkretisht tek djali i tij Ramadani, të cilin pata fat ta njoh me përpara kur ishte në gjendje shëndetësore pak më të mirë. Dhe duke rritur në kësaj familje dhe gjithë të tjerëve, kam një porosi për gjithë shqiptarët liridashës, të cilët pra kanë luftuar të partë të tyre në Sanxhak, që edhe këta me tutje të vazhdojnë luftën e tyre me pend për bashkimin e kësaj pjese shqiptare pra me tokën e vetë me Kosovën. Edhe njëherë i arris njerën familjes Poluža dhe gjithmonë qoftë kujtimi i paruar për ta.